Po të shkojmë pasaj tek rastet e tjera. Pra, po flasim nga ana procedurale. Pasaj, më fal, ja një sekundë. Qa i kushton gjykatës ose prokurorisë që t'ja vërin në dispozicion këto akte? Jo, se ka me avokat. Po? Qiko, të gjitha këto, ne këtu jemi duke folë për publikum. Po? Pra, ky debati këtu nuk të vlen fare as në gjykatë as në asimën. Po pëse? Pra, dhe ta fitosh të debat tu, nuk të vlen fare në gjykatë. Dhe po e humbe, nuk të vlen gjykatë sepse nuk është e nevojshme na mbusësh mendjen neve. Por tu po flasim për zotin Veliaj, po flasim për çdo qytetar. Jo, tu flasim ca gjëra të vërteta. Procedurial. Pra, për zotin Veliaj bëhet publike sepse kemi bëjmë me një kryetar bashkie. Po këto probleme i kanë përditur në gjykatë. Madje këto meritojnë vëmendje. Po, hajde meritojnë panel atë dhe flasim për shërimet tuaja, por për rastin konkret. Se na ftoi zotria dhe unë ju përgjigj aftesë. Jo, nuk diskutohet. Sepse këtu ka mundësi që të shpreh edhe të gjitha ato punët që ne kemi përdit dhe zëri nuk ngrihet dhe kur i bie në bar këto kanë këtyre personaliteteve atëre bëhet publike. Pra ne kemi, unë kam 15 vjet që flas për këto. Po shiqur që na erdhi mundësia që të flasim. Po dëgjoj avokat. Po dëgjoj. Ky debat që bëhet këtu. Ne po bëjmë debat parimor, po bëjmë për zotin Veliaj. Nuk ka nevojë të fitosh edhe debati këtu. Jo, qartë. E rëndësishme është fito aty. Gjykata, po aty. Aty, se këtu për shembull ne themi të vërtetat. Ne e dim si fitojnë ca gjëra aty tutje. Në krahun tjetër, e dim si fitojnë ca gjëra. Por ne këtu kemi detyrë të themi të vërtetën. Po, e vërteta është që Erioni, bravo i qoftë, po përpiqet të mbledh çfarë mundet që ta bëj si thot Klodi, gati sa më të madhe për në më fal të bëj. Po e bëjnë të gjithë këtë gjë. Bravo. Shkojnë në Strasburg nesër. Ne do ta marrim të drejtën e vet. Më fal, ne marrim po flasim për rast konkret avokat. Nëse do të bëjnë debat për afatin, hajde vitin një emision tjetër. Se kemi dhe ne kuaj shqetësim sa ju. Pra, ne këtu nuk na mbush. Ne ta marrim të mirëqen që kjo është e vërtetë që prokuroria dhe gjykata. Shiko, nuk ka gjykatë që të çon ti pa u njohur ti me akte të çojnë në përgjykim. Nuk ka. Nuk ndodh. Nuk këtu. Ti ke 90% të çështjeve. As në çap. Që ti ke 90% të çështjeve të allegjimeve shqiptar që shkojnë atje për një çështje koti dhe ja çojnë çështjen dhe ti mund t'i bësh 3-4 membra prokurorit. Aty mund të gjejmë ndonjë rast të hallegjimit. Aty mund të ketë raste këtu që janë gjithë fokusi i mediave. Dhe këtu që Klodi Risi, Klodi është aty çdo ditë. O zotri. Po ti ndodh një gjë. Atë ke ndodh një gjë e vërtet nga këto që pretendon ai, që unë e di që ai pretendon se do të shkojë në Strasburg o shok. Po ti ndodh një gjë nga këto, e di çfarë bëhet ajo gjyqtarja? Apo ai prokurori, apo ai që shkel ligjin? Në qoftë se ja vën. Te spaku janë gjithë projektorët, të gjithë. Janë 1800 projektorë nga qeveria. Qeveria ka 1800 projektorë mbi spaku. E kupton, por kjo nuk është rasti që duhet merremi me këtë. Sepse zyrtarët e lartë, zoti Turaj, e kanë kthyer në strategji këtë gjë. Ky është problemi. Atëherë, në qoftë se do të ja ka vënë syrin spaku tu. Ajo, qeveria ja ka vënë syrin spakut dhe po bëri kaq të bëj spaku, qeveria e Po çfarë ti bëj spaku? Nuk do bëhet ndonjë gabim këtu. Por ti bën shumë mirë, Erioni bën shumë mirë, mblidhi vlla, sa më shumë bëri dosjen e madhe, domethënë të mbledhi Erioni, avokatët e tij, të mbledhi dosjen sa më të madhe, të shkojë në Strasburg. Dhe është e drejta e vet. Dhe nuk ka asgjë. Po kjo s'ka të bëjë. Ne të tjerë ne dim që ja ta mbyll se kam ne po flasim tani doni kam një problem pak procedurale. E kam problem. Ja, një sekondë avokat. Ma bën mu këtu, më bën një. Shiko. Se ja kam falë Erion Veliajt më që më merr rrogën pa vajt ditë në punë, se po jap dhe rrogën tani. Ja kam falë Erion Veliajt më që i paguaj ushqimin çdo ditë, se ja paguaj unë dhe ushqimin. Ja kam falë Erion Veliajt që i paguaj dhe avokatin çdo ditë, se ja paguaj unë avokatin sot. Por avokatin ja paguan gjykata për gabimet e veta dhe prokuroria që si bë aktet jo se si ka të babës gjykata. Taksa tona. Po, që të bëri aktet, pra ti bëri aktet në dispozicion. Po pushon mor burr. Edhe pastaj jo se ku do dal, se më hëngre. Dil ku do dalësh po. Ju dini me mendësi komuniste. Hajde. Ja kam falur të gjitha këto, ja kam falur halal tiket.
Po që të vitë më tallet mua, e të më thot mua, që unë mua s'më vinë aktet, e juve binduni dhe ju tani, që mua më shkeni drejtat e mia, të njeriut, njeriu që ka shkel të drejtat 100.000 njerëzve, 1 milion njerëzve, ti po e shkeli të drejtat e njeriut, e po ma shet mua këtu. Të bëj një pyetje. Këtu vetëm mos tallen me njerëzit, molla. Unë jam dakord me ju, bëni gjithat punën tuaj për t'i marrë të dosjet i qoni në Strasburgë, në Washington, qoni ku të doni ju. Po mos u talni me njerëzit, olla. Por është një mënyrë mbrojtje. Ti bëjmë buda lejmë, po i themi që po i bjeni qaf. A thua tjeri on veli është elektricit. Po a i do mbrojt. Por po jam dakord, po mos ta e thuaj këtu. Mos ta e thuaj këtu, mo. Jam i diskriminuar tu. Jo. Ka drejt avokat. Është talje. Po nuk e bën dot kaq keq. Tre pyetje. Po nuk mund të tallesh kaq Po tre mos janë shumë. Po shumë. O zoti Sako, ai ishte Soko, fal. S'ka. Zukanë se po e ndrove on me anë nuk Veliaj që nuk ka ndodhur në asnjë lloj, unë s'kam parë çështje që prokurori në momentin që çon kërkesën në gjykat e çon në përgjim. 1. Ka pas rast tjetër? Po s'jam avokat nuk e Po mirë, do të pasur disa për desa ka Pano tha gjë tjetër krejt. Ka një gjë tjetër fare. Po, s'ke asnjë rast. Unë nga e dini ju? Ka. Nga e dini ju? Ku ke rast të politikanëve këta? Unë nga e dini ju? Pra të zyrtarit dhe të lartë? Ilir Beqa ishte në akuz për sterilizimin dhe u përgjua për... Ka një fjallë e jote ku të Jo, nuk kanë. Momentin që shkon kërkesa. Ishte me masë, zotri. Pra, ku shkon? Ai kur bëri apelimin, është përgjuar në ambientet me çfarë flise me familjarë. Tani, se s'po bënda dhe prokurorin këtu. E dyta, ka pasur rast, ai ka shkuar ka bërë një operacion një ndërhyrje dhe i rinde polisit e koka. Po ku dini të këmba? E këmba. Ato e kemi dënuar, avokat. Se nuk rasin e dursit ati killerit. Ato e kemi dënuar. Ai killeri që rinde me duar në gjepa me 2 polisa. Ato e kemi dënuar, avokat, s'ka përcej dek më tek. Ato e kemi dënuar. E treta, tani ti heqesh dhe drejtën për të njohur me akte që është një drejtë themelore. Mos u talli me këtë, molla. Dhe të ketë kohë për përgatitjen. Se unë e di që Erioni është shumë e qartë. Pra kjo emision, kjo pjesë emisioni, bashkë me to që thot kjo Xhama edhe Lana, do bëhet bashkë dhe kjo emisioni, do shkojnë në Strasburg, e di unë këtë. Po t'i dem këtyre të Strasburgut, po talle, se do të fitoj, prandaj po e bën. Kaq. Jo, e di që do vete kjo, po të vete fitoj tashu. Veliajnë në Strasburg. Unë uroj që mos shkoni do të fitoj në Strasburg, prandaj po e bën këto. Se në momentin që shkon aty, të gjithë ne flasim lirshëm, po kur shkon personalisht, dhe ma beso këtë, sepse unë shumicën e rasteve unë i kam njerëz mesatare poshtë. Dhe shikoj çfarë bëhet në prokurori dhe në gjykat. Dakor. Do të thotë, aty po, nuk është çështja e zoti Veliaj, shumë mirë më dha kjo mundësi këtu që them mendimin dhe opinionin tim, por është çështja për shumicën e qytetarëve, që ne kemi kaq vite që presim kur të duash ti, hajde ti fol në dëgjoj. Ja, ne do na japi mundësinë. Do na japi mundësinë zonja Lara, do të fillojmë çështje konkrete të njerëzve në pamundësi. Po njerëz të thjeshtë, jo politikën. Ma dhe fjalën. Politika ka të gjitha mundësi. Erion Veliaj na punon. Tani na ftoi zotria këtu edhe po i bën çfarë Erion Veliaj. Po e shikon ato gjyqtarë e shikojnë me lutë tregojnë, po të fal la mallari aty. Është tek kështu vap te gjyqtari. Ministri drejtësisë më pashëm i lejoj përgjimet. Pra, i lejoj përgjimet. Të falë, përgjimet të përgjoj. Pra, të përgjoj edhe si ka i mundja urësi të spegoj dhe spaku. Dhe shkoj qërtja në... Do të pengoje, po bërë një gjithë palishme. Pra, këto janë zoti Rakipi, cënime që janë bërë në mënyrë të... Unë jam i qartë çfarë ju do të thonë. Pa e bërë këtë pjesë emisioni, unë jam i qartë çfarë do të thonin kolegët e mi dhe çfarë jo.